Egla Hoxha është pjesë e ekipit kampion të Vllaznisë U17 në futboll për vajza, sapo mundi me penaltin finale ekipin e Kino Studios. Mundet Kino Studion me penalti, emocione të shumta. Shumë emocione, nuk kam fjalë, gjithë merita është e ekipit edhe stafit. Ishte fitore e meritume për mendimin tem dhe redolëm. Një ndeshje të emociuar, pse jo edhe me ashpërsi gjatë takimit, madje shikojnë këmbëtuar se ka dhe rrjedhë Gjaku. Pra, e keni gjakosur finalen. Ja ka vlet, a din me lanë shpirtin fush për një kupë, ja vlen për mendimin tem edhe kupën e morme. Mendoni se e merituat trofe? Po, e kena meritu komplet. Dedikimi për këtë sukses? Dedikimi, familjes, ekipit, nuk kam një dedikim më të madh. Vazhdimësia për Hoxhën? Inshallah kampione, këtë 5 vite kampione kam me këtë ekip, se edhe jo më shumë. Dhe me ekipin e parë patjetër pretendoni të merrni me shumë minuta edhe trofe. Tu rrit, tu marr minuta, trofet vina vash a vash. Suksese. Faleminderit.